Përshëndetje, unë jam Murieta Kurti, jam vajzë dhe nuse Dibrane. Ju uroj mirë se ardhje në këtë event shumë të rëndësishëm për qytetarët e Dibrës. E ritheksoj, shumë i rëndësishëm, pasi ka të bëjë drejt për së drejti me sigurinë e jetës dhe pronës. Ka të bëjë drejt për së drejti me krijimin e një jete të mirë dhe shoqërie sa më të sigurt. Forumi qytetar për sigurisë publike është një nismë e Ministrisë së Brendshme për të përballur policinë me komunitetin, për të bërë komunitetin faktorin kryesor të vlerësimit të performancës së punës së drejtuesit të policisë në shërbim të qytetarëve. Fakti që ky forum sa i përket veriut të vendit nis në Dibër nuk është një rastësi. Kjo lidhet drejt për drejt me treguesit e sigurisë në qark, lidhet drejt për drejt me raportet e banorëve të Dibrës me policinë dhe institucionet e shtetit, lidhet drejt për drejt me traditat dhe qytetarinë dibrane. Fakti që në këtë forum janë të pranishëm përfaqësues kryesor të kraheve të ndryshme politike, i përforcon më tej akoma këtë cilësi dhe rrit pritshmërinë e përmbushjes me sukses më tej të kësaj nisme, e cila synon në thelb një marrëdhënie dhe partneritet midis policisë dhe komunitetit ose qytetarëve. Ristrukturimi i drejtorisë vendore të policisë së shpejti do të fillojë zbatimin e projektit pilot për ndarje në zona policore. Kjo nismë me Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit tregon angazhim serioz të organizimit të punës, duke vënë në qendër qytetarin. Dhe tani ftoj drejtorin e drejtorisë vendore të Policisë Dibër, zotin Edbon Tarkaj, të prezantojë programin dhe masat për implementimin e këtyre nismave. Zoti Tarkaj, fjala është për ju. Nderuar qytetar, nderuar zoti ministër, ju uroj mirëseardhje në qarkun e Dibrës, ku përmbahet forumi qytetar për sigurinë publike, njërisi kjo për marrëdhënien që duam të ndërtojmë mes policisë dhe komunitetit. Prej 3 vite shërbej në këtë drejtori vendore duke drejtuar strukturat e policisë dhe ndihem pjesë e këtij komuniteti me traditë, kulturë dhe mençuri. Qarku Dibër është relativisht qarku i qetë, pa ngjarje të rënda kriminale, por edhe krimet e lehta këta 3 mujor janë në rënje. Kjo edhe fal bashkëpunimit me ju të nderuar qytetar. E them këtë jo për kortezi, por po t'i referohemi telefonatave të bëra nga qytetarët në sallat operative për të denoncuar paligjshmërinë, mund të them se jemi një ndër qarqet me një numër në rritje të denoncimeve nga ana juaj, çka tregon për një besim e rritje tek policia. Shumë konflikte ose janë zgjidhur në kohë, ose janë parandaluar pa u përshkallëzuar më tej, dhe kjo fal denoncime të bëra nga komuniteti i këtij qarku. Ndaj për mua dhe strukturat që unë drejtor, ky forum i sotëm është një mundësi mjaft e mirë që të bashkë bisedojmë dhe të adresojmë shqetësimet dhe mënyrat e zgjidhjes së problemeve që ju shqetësojnë. Qarku jonë ka një teren malor dhe një sipërfaqe të madhe ku prezenca e policisë nuk është se ka qenë në nivelet e kërkuara nga qytetarët. Ndaj lind nevoja për të implementuar një strategji të re dhe për këtë me projektin e ri, me ndarjen e zonave policore, mbulimi i territorit do të gjejë zgjidhjen e pritur prej jush. Në Bashkinë e Dibrës janë ngritur dhe funksionojnë zyrat policore në çdo njësi administrative. Dhe këtu dua të falenderoj përfaqësuesit e pushtetit vendor për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e treguar në këtë drejtim. Një problem që dua të ndalem me që këtu kam edhe përfaqësues të pushtetit vendor dhe apeli dua të shkojë edhe institucioneve përgjegjëse për te kësaj salle është parandalimi i ngjarjeve në miniera. Kjo zonë në pjesën më të madhe të saj jeton me këtë aktivitet. Po për ne dhe çdo institucion përgjegjës është e pafalshme të vijojmë të humbim jetë. Roli i policisë në parandalimin e këtyre ngjarjeve nuk është i drejt për drejt. Në çdo rast kemi proceduar personat përgjegjës. Megjithatë, mendoj se të gjithë bashkë mund të bëjmë më shumë. Ne jemi gati të japim kontributin ton duke gjetur rrugë e forma të reja kontrolli mbi firmat që ushtrojnë aktivitetet në miniera. Më vjen mirë nga ana tjetër se këtë vit nuk kemi patur incidente serioze në shkolla.
E këtu vlerësojmë bashkëpunimin me drejtuesit e shkollave, bordet e prindërve. Policia është prezente afër këtyre institucioneve me patrullime të shpeshta. Vitin e kaluar patëm disa ndryrje dhe ndalime të personave që shpërndanin lëndë narkotike pranë shkollave. Do t'ju kërkoja gjithkujt që të ndajë me ne informacione të cilat shërbejnë për goditjen e këtij fenomeni, për të ndërtuar shoqëri më të sigurt me imbrez të ri më të shëndetshëm. Në Tiranë u pilotua projekti i oficerave të sigurisë në shkolla dhe jemi në dieni të rezultateve. Në vjeshtë në këtij viti pritet të shtrihet edhe në shkollat e qarkut tonë, si një urë fort lidhse mes policisë, nxënësve, mësuesve dhe prindërve. Megjithëse qarku Dibrës nuk njeh ndonjë kriminalitet të organizuar me përmasa shqetësuese, ky fenomen është në fokus të punës sonë përditshme. Krimi organizuar dobësohet vetëm duke prerë burimin financiar, pavarësisht nëse zhvillohet brenda apo jashtë vendit. Strukturat tona të krimit ekonomiko-financiar në ngritje të vazhdueshme janë duke hetuar raste konkrete në këtë fushë. Si një qark me problematikë të theksuar sociale për komunitetin tonë, duhet të pranojmë se konfliktet e pronësisë dhe kullotave përreth dhunave në familje kërkojnë një trajtim më të gjerë dhe përtej policisë. Angazhimi i institucioneve të tjera shtetërore për një zgjidhje më të shpejtë ligjore të problemeve të pronave do të ulte më shumë në minimum këtë problematikë. Të nderuar qytetarë, do të doja t'i kthejmë të takime në llogaridhënien tonë të vërtet ndaj jush. Duam të dëgjojmë problematikën drejt për drejt nga qytetarët. Duam të njihni dhe të keni çdo kush nga ju numrin e telefonit të punojësit policisë së zonës. Çdo qytetar në nevojë të pari numër që kujton është numri i policisë. Ky është një motivim për ne, të cilën nuk e shohim si çdo punë, por e shohim si mision. Numri im i telefonit ka qenë dhe do të jetë i hapur për ju, në çdo orë të natës dhe të ditës. Zyra ime ka qenë dhe do të jetë e juaja për zgjidhjen e problemeve. E njëjta gjë ka qenë dhe do të jetë për shefat e komisariateve, shefat e sektorëve, shefat e seksione dhe specialistë e zonave. Na ndihmoni të ndërtojmë bashkë një fshat më të qetë, një qytet pa probleme, një shoqëri dhe një dibër më të mirë. Faleminderit. Falenderojmë drejtorin vendor të policisë për mesazhin e tij, i cili synon që nëpërmjet planit të masave të marra të përcjell mesazhin e bashkëpunimit dhe ndërveprimit me qytetarët dhe aktorët e tjerë në shërbim të sigurisë së përbashkët. Një përgjegjësi kryesore e policisë së shtetit, por jo vetëm, kjo është një përgjegjësi e gjithë secilit prej nesh. Të gjithë aktorët vendor dhe vetë qytetarët kanë rolin e tyre në garantimin e një mjedisi sa më të sigurt për qytetin tonë. Dhe ky proces tashmë ka filluar me zbatimin e projektit të policimit në komunitet dhe të riorganizimit të policisë duke e afruar atë sa më pranë qytetarëve. Forumi qytetar për sigurinë publike ka në themel diskutimin mbi shqetësimet, opinionet e qytetarëve për sigurinë e jetës dhe komunitetit të tyre. Ndaj në këtë moment, dua t'u kaloj fjalën qytetarëve duke e filluar me dy personalitetet të cilët duan të ndajnë mesazhin e tyre me ne. Konkretisht, zoti Veli Vraniqi, një qytetar i respektuar i Dibrës, i cili ka dhënë kontribut të madh në art dhe kulturë dhe me emrin e tij identifikohet një prej aktiviteteve më të mëdha kulturore në vend, siç është Oda Dibrane. Zoti Vraniqi, fjala është për ju. Përshëndetje, nderuar zotë ministër, nderuar pjesëmarrës, kam kënaqësinë të them që në kaq vite festivali Oda Dibrane, që është festival mbarkombëtar, është bërë gjithmonë bashkëpunim me policinë, sepse duke qenë një aktivitet shumë i madh që kërkon angazhimin total të shumë njerëzve, pa bashkëpunim me policinë kjo nuk do të ishte realizuar asnjëherë. Por gjithsesi, më lejoni të përmend që njeriu i parë ose figura e parë e shtetit është polici. Sa më dinjitos të jetë ky njeri, ky person, kjo figurë, aq më dinjitos është edhe shteti. Kështu që mendoj që puna e parë, përpjekja e parë, është në përzgjedhjen e këtyre figurave që
tashmë dihet që pasqyroi shtetin. Detyrimisht rruga që është nisur do të realizohet se s'bën sepse pavarësisht nga hapet e ngadalshme që janë. Por e rëndësishme që të ketë sukses është që të mos ndalemi. Dhe unë them që bashkëpunimi kryesor ose përgjegjësia kryesore e gjithë neve si qytetarë, po edhe organeve drejtuese të shtetit, është në përzgjedhjen, në përcaktimin e figurave më dinjitoze, të cilët derisa marrin përsipër të drejtojnë këtë vend, duhet patjetër të dinë që nuk janë vetëm thjesht përfaqësues, por marrin përsipër një përgjegjësi shumë të madhe, marrin përgjegjësinë e dinjitetit të një shteti. Unë them me siguri që deri tani përvoja ime është pozitive në bashkëpunim me policinë. Bashkëpunimi ka qenë shumë i mirë, kemi gjetur gjuhën e përbashkët dhe realisht edhe 24 edicionet e Odës Dibrane kanë qenë dinjitoze, pa probleme, dhe për këtë unë në emër të gjithë bashkëpunëtorëve të këtij festivali ju shpreh falënderimet për bashkëpunimin e deritanishëm. Ju falenderit edhe një herë, mos zgjatemi sepse është sa më thjesht aq më mirë. Faleminderit për mesazhin zoti Vraniqi. Gjithashtu një personalitet i respektuar i qytetit tonë është edhe kryetari i komunitetit mysliman zoti Mois Kurtulla, i cili gjithashtu dëshiron të ndajë mesazhin e tij me ne. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje dhe respekte për ministrin e punëve të brendshme zoti Xhafaj. Më duket dhe më ngjan vetja sot i këshillit të urdhëve, dhe ashtu është fakt. E ndjej veten shumë mirë që iniciativa të tilla, po themi me Ministria e Punëve të Brendshme, por unë lexova edhe faqen e ministrisë që Kryeministria e merr një angazhim të saj sigurinë qytetare dhe them që forcës së ligjit sot i bashkohet edhe bindja apo besimi që kanë ky popull, këto njerëz që jetojnë në këto zona dhe këto troje. Kështu që përshëndes këtë iniciativë kaq të bukur për momentin dhe ne ndjejmë të gjithë bashkarisht që ndoshta krimi ka marrë pak dhe ndërshtuar, por më emocionoi shumë kur ndoqa me vëmendje të madhe turin e ministrit Diellën Elbasan, ngjalli një lloj shprese dhe themi emocion, dhe ne kemi fuqi, po themi edhe institucionet shtetërore dhe fetare, që ne të bëjmë më shumë. Dhe ne jemi popull që kemi ditë bashkëm shumë mirë, po themi ndërbreza, mes forcës ligjit dhe besimit në popull. Pra përshëndes edhe një herë këtë nismë dhe iniciativë, që në fakt gjithë e shohim si i shpresë dhënëse për të gjithë ne, por më shumë edhe për brezin e ri që rritet dhe edukohet. Edhe një herë përshëndetje dhe vlerësime për Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në krye të saj zotin Xhafaj, i cili po plotson këtë tur ndoshta në gjithë rrethet e Shqipërisë. Pra edhe një herë suksese. Ju falenderojmë shumë për mesazhin tuaj dhe për gjithë kontributin që keni dhënë dhe vazhdoni të jepni për qytetin. Tani dua që fjalën t'ua kalojmë pjesëmarrësve në këtë event, qytetarëve të Dibrës, për të shprehur shqetësimet dhe mendimet e tyre lidhur me sigurinë publike dhe me punën e policisë. Menjëherë pas pyetjeve do të procedojmë me përgjigjet sipas panelistëve që janë këtu prezent. Fjala është për publikun. Kush dëshiron që të ndajë shqetësime, kush ka pyetje, është i mirëpritur, gjithë secili që ka pyetje ka kohë mjaftueshëm për t'i bërë ato. E para njerë të falenderoj se mas ishte 7 vjeç zbarkoj në bazë një ministër ende. Dhe për këtë të falenderoj publikisht dhe të uroj në iniciativën që ke marrë. Është pak e vështirë, po thamë që të idealisht. Po kjo nuk më bën mua që të mos kritikoj disa veprime të policisë. Unë pres vitingun në polici, për cilën kam besim që ju do të realizoni. Qytetarët kanë disa vërejtje për shembull për gjobat e makinave. Vend pa vend,
gjoba makinash. Edhe më e mira se s'ka ku e qartë kërkon, po të vuri gjobë, se s'ja vlen me shuaz i dikat, për 10.000 lek, as me shku dikuni. Pra ne me u atek pak veshin aty ke gjobat, sepse ja keni lënë ndorë komplet një personi. E dita është zoti ministër, sepse thash që unë pres vitingun, mas vitingut di që dhe ti dhe ti është me i qetë, puna dhe ti jetë me e lirë edhe për ti, se dhe mrena policisë mund të ketë fragmente që nothë, gjithë kundi nothë e punë, por të falenderoj për iniciativën që ke marrë. Mas 27 vjeç, pak të non që jam i vjetër, shof një ministër edhe që ullët me popullin, edhe një gjënë. Të uroj suksese dhe punë të marrë. Faleminderit. Nimet Fitër, njësia vendare Melian. Në përmjet ministrit që është i pranishëm, ashtu si që tha për para forci, dua të i drejtohon dhe kryeministrit në emër të Dibranëve që Dibrën ta ketë prioritet në drejtim të bujqësisë, bregëtorisë dhe veçanërisht turizmi. Ndase i ri në detyrën e ministrit të Rëndit, zoti Xhafa, kam një pyetje drejt për drejt për ju. Dibra ka resurse natyrore me mjaft vlera, sidomos në terrenin malor, gipsin e malit të korapit dhe vazhdimsinë e tij. Ju, si ministër, a keni një plan strategjik për mbrojtjen e mjedisit, për mbrojtjen e turizmit në rrethin e Dibrës, pasi ne si banor jemi shqetësuar nga disa firma fantazme që vinë për të shfrytzuar pasuritë minerale, resurset me vlera, mund të themi kombëtare, jo lokale, të rrethit Dibrës. Jo, faleminderit. Petrit Diku, Bashkia Klos. Aty në Klos që kur u boje posta e policisë, stacioni, e thonë drejtën ndjemi më të sigurt, ndjemi më të qetë, ka pas shumë vjedhje, s'kishte mujt që mos të boshin 7-8 vjedhje, 10 vjedhje. Tani, për fatin e mirë, ndjemi shumë më të qetë. Për këtë do të falenderoj edhe drejtuesit e postës aty në Klos, edhe gjithë punësit e policisë. I dashur ministër, kam ja 2 shqetësime si qytetar. Një shqetësim është se nga Klosi deri në Tiranë nuk është më shumë se sa 110 km. Nismi në orën 4-5 për punë, kemi biznes të vogël aty dhe e bëjmë rrugën shpesh. 4-5 postobloqe të policisë rrugore deri në Tiranë. Rruga i herë është gropa skandal, do 2 orë me dalë dhe milot. Edhe e gjysore në hangë këto, hap letra, mbyll letra, ec prap. Nuk themu që s'ka probleme. Probleme ka sepse ka dhe njerëz pa rregull, ka njerëz që shqetësojnë, por jo gjithë drejtuesit e automjeteve janë pa rregull. Unë besoj me vetdijen time që shumica e drejtuesve të automjeteve janë të rregull. Edhe nuk kam se të shqetësohen 5 herë deri në Tiranë duke u hap letra. Një shqetësim tjetër është për gjobat që vijnë për koledimet e automjeteve kur u mbaron ditën e shtunë ose të dielën. Edhe kur janë ditët e festave që zakonisht bëhet ditë pushimit, dita e hënë. Del policia në rrugë aty, do thot dikush që pse se bën të premte. Po tani njerëz jemi, kemi shqetësime, kemi probleme familjare, edhe s'mund të kapet. Edhe nuk kapsat, për mendimin tim, të gjubitet një drejtues automjeti brenda 10 ditëve, ashtu siç është te kolidimi që nuk gjubitesh. Për 10 ditë ke drejt që ta. Nuk e di se si është i saktë në ligj, por unë besoj që kjo është e padrejtë. Tani duket falendëruar për bashkëpunimin me qytetarët. Zoti ministër, të uroj suksese në punën tuaj. Faleminderit. Faleminderit shumë për pyetjen. Vazhdojmë me pyetje tjera. Përshëndetje. Edhe unë jam një qytetar i Klosit, kam një biznes privat. Ndihma e policisë
duke me zgjidhur konfliktin, si me lidhe me prunën, si dhe me natë lokal, me një mosmarrveshje që kishte midis të rinjve. Kam mjoftuar një herë policinë, shefin, që duhet ta përshëndes zotin Masar Gjoka, më zgjedhur në moment dhe ka zgjedhur konfliktin midis tyre. E falenderoj se me një stil që punojnë me profesionalizëm dhe me urtësi, edhe ne ndjejmë veten të sigurt në biznesin tonë. I falenderoj dhe ju uroj punë të mirë. Faleminderit për mirëkuptimin. Faleminderit dhe juve për pyetjen. Vazhdojmë. Përshëndetje. Jam Naxhi Organxhiu, nxënës i shkollës profesionale Nazmi Rushiti. Zoti Ministër, siç e dini dhe ju, të rinjt janë e ardhmja e vendit tonë. Siç kemi parë në televizion, Ministria e Arsimit dhe Ministria e Brendshme kanë ndërmarrë një projekt pilot e cila për oficerët e sigurisë në shkollë. Ato të implementohet dhe në qarkun libër ky projekt. Faleminderit për pyetjen. Vazhdojmë. Përshëndetje zoti ministër. Jam një fermer nga Kastrioti. Problemi parë që tu trajtoj, mendoj unë se Dibra rënkon në këto momente kur flason si pas mendimit tim gjithmonë. Në Dibër, si pas mendimit tim, instancat e shtetit janë jo funksionare. Tamam, kështu që ke unë. Së dyti, sektori që drejtoni ju duhet pa. Ky është mendimi im. Është fatbërësi e madhe që një ministër vjen dhe takon popullin për shqetësimet që ka. Së treti dhe së fundit, duket falenderuar se është rasti i parë që përballemi ty dhe partinë ku bën pjesë ti. Shqipeni Dibrën. Faleminderit zoti ministër, 100 herë faleminderit ty dhe atyre që e kanë organizuar këtë lloj takimi. Unë jam i gatshëm të përgjigjem strukturat e shtetit me ligj. Përshëndetje zoti ministër, përshëndetje pjesëmarrës. Thjesht doja të ngriha një problem në bazë të nxënësve, për sigurinë e nxënësve, për shembull për drogat që janë në institucione si drogëre si shkolla dhe për sigurinë e këtyre. A ka ndonjë mas sigurie për parandalimin e drogës, për parandalimin e zënkave, tek problemet tek fëmijët që janë e ardhmja e këtij vendi? Faleminderit. Faleminderit. Qartë pyetja. Përshëndetje, zoti ministër. Unë jam Besnik Lami, pensionist, qytetari i Peshkopis, sekretari i Komitetit Veteranëve të Rrethit. Kam qenë mësues gjithë jetën. Ki forum qytetar që bëhet tu për sigurinë publike në Rreth është shumë i mirë që bëhet dhe konsulta bashkë me popullin është shumë mirë që bëhet apo. Tashi flasim për krimet, kriminalitetin dhe shkaku i parë i kriminalitetit është papunësia. Se të rritën, marrin shkollat, s'kan ku të punojnë, edhe pastaj do gjej një rrugë për të mbijetuar. Vjedhin, bëjnë dëmtime, gjëra të tjera të jotëhishme. Prandaj në këtë drejtim duhet që edhe shteti të punojë më mirë për punësimin e trive. Jo vetëm të ikim në Gjermani, e Itali, e në Angli. E dyta, them, organet e policisë, me sa kam parë unë, punojnë. Po ka dhe të meta në këtë drejtim. Dhe për të forcuar më tepër luftën kundër kriminalitetit, se tani për fat më ngajnë edhe organizata të rinisë dhe të frontit që ishte si dikur që merreshin me edukimin e brezit të ri ose i kundërvishin atyre që dëmtonin pronën apo silleshin keq në komunitet, në fshat apo në lagje. Duhet që të bashkëpunojnë më mirë organet e policisë me kryeplagjet e fshatrave. Edhe konsultohen për shembull shumë mirë që bëhet kjo për çdo njësi vendore të ketë të fuqishëm zone siç ka pas dikur dhe ka dhe tani, por të konsultohen më mirë dhe jo çdo gjë me burg, por edhe me këshilla, me vrejtje, me një tërheqje veshi, bëhet që i riu të matët frenohet mos bëjë një gabim. Pra disa vitesh
në zonën me qëllarës, për shembull kam dëgjuar se tu flet njerëzit kanë shkuar kanë mbledh 2 dele, u kanë thërë në atje në Plevic, u kanë thërë dhe i kanë marrë dhe fasule i kanë mbledh. Ka dhe fenomen e vjedhje. Ose në fshat siç thaj shoku tjetër i grevës, ka probleme, zihen fshatarët për një vijë ujiti, për një gardë, për diçka. Këtë drejtim është mirë që edhe kryeplësitë e fshatrave, po edhe në bashkëpunim me organet e rendit, punojnë për të parandaluar krimin ose të keqen. Këto kisha unë ta, një bashkëpunim më të mirë të organeve të policisë me kryeplësitë e fshatrave. Se jo çdo gjë zgjidhet, më thënë, normjet edhe të jepën më tepër kompetenca policisë, se ka pastaj si thosh një burokraci të tepruar, ose zgjidhet se kam kompetencë unë, ta zgjidhë ky plaku, tash këta i bashkisë, e për ta zgjidhur një problem të tillë, duhet 2 javë, 2 muaj, 6 muaj për të zgjidhur një problem. Kaq. Faleminderit për shqetësimin, që ngritet, vazhdojmë. Falenderojmë zot ministër për mirëseardhjen. Unë kisha një pyetje për vettingun. A do ketë vetting në politik? Se ndëgjojmë çdo ditë për vettingun polici. Nëse nuk kemi pyetje tjera nga qytetarët, atëherë vazhdojmë me përgjigjet. Nuk e di cili nga panelistët e nderuar do e marr fjalën për përgjigjet, ndoshta drejtori i policisë vendore. Atëherë pyetjen e parë bëri zoti Astrid Ademi, gjobat e mjeteve, gjobat që vendosen mjeteve. Aktualisht policia funksionon me një kod rrugor, ka dhe ndryshime në kodin rrugor. Në dëshirën time do t'ishte që punojësit e policisë që dalin në teren për të kontrollu edhe për të shtu jetë njerëzish nga aksidentet, dhe do t'ishte që mos vijej asnjë gjobë dhe për të ktheheshin qytetarët të ishin në rregull. Të gjitha gjobat vendosen sepse diku shkelet kodi rrugor. Unë këtë përgjigje do t'jepja, nuk e di për çfarë gjoba se kishte fjalën gjoba në trafik në qytet, por ne jemi të mbështetur te kodi. Kryetari i Milanit, që ngriti shqetësimin për firmat fantazm që vjedhin mineralin e rrethit ton ose të qarkut ton. Aktualisht, policia e kontrollon territorin në ato parametra që mendojmë dhe prandaj janë sugjeruar ndryshime në kontrollin e territorit. Kështu që do ngrihen zona policore, do ketë më shumë njerëz në teren, sepse ju e dini shumë mirë që qarku jon nuk është se është qark i kontrollueshëm me mjete në zonat shumë thella malore. Por kjo nuk do të thotë dhe na pengon ne që ne kontrollojmë edhe këto firmat që ju mendoni që janë fantazëm, por në të gjitha rastet që ju keni pikasur ose që mendoni se kjo firmë nuk i ka dokumentacionin në rregull, një informacion dhe ne do të jemi aty në kohë. Megjithatë, për këtë pjesë ne bashkëpunojmë me policinë tatimore, ka një AKPN që vendos për këto, gjithsesi ne nuk është se si kemi kontrolluar ose si kontrollojmë qoftë firmat minerale të Bulqizës, qoftë edhe këto që the për Kalan e Dodës për që shfrytëzojnë gipsin, qoftë edhe hidrocentralet që po ndërtohen në qarkun tonë. Të trit Diku Bashkia Klos, i cili radhë parë unë gjej rastin, sepse aty u përmend që është ndërtuar një stacion policor, realisht dua të përshëndes kryetarin e Bashkisë Klos, i cili me kontributin e tij na vuri në dispozicione një kopësh fëmijësh, të cilën ne përshtatëm dhe kemi bërë një stacion policor për mendimin tim i mirë, shumë i mirë bile për kushtet e. Por ndërkohë ngritet edhe shqetësimi që mjetet tona, edhe pse në rrugë të amortizuara, lëvizin drejtim Tiranës, edhe u dalin shumë shërbime policore postbllogje.
aktualisht për zonën që ne kemi ditën apo natën kushdo që udhëton, sepse ne gjithë udhëtojmë me mjete, ato janë zona të thella dhe ne në shumë raste jemi detyruar të ngrëmë shërbime. Sepse ka ngjarje që ndodhin jo vetëm në qarkun tonë, por edhe në qarqe të tjera, me elemente edhe nga qarku jonë që ne ngrëmë shërbime natën, ditën, dhe ndoshta por jemi të detyruar në shumë raste të ngrëmë të shërbime dhe nuk e di për çfarë niveli bezdisjesh, në qoftë se policët sillen mirë dhe në rast se sillen keq, atëherë është problematika jonë, po të ankojni do të merrem. Së shpejti, bashkë me drejtorin e përgjithshme e Ministrisë dhe në qarkun tonë do implementohet që do ketë oficera nëpër shkolla. Kjo normalisht do të arrisi padyshim efikasitetin e luftës kundër krimit dhe kryesisht kundër personave që shpërndajnë lëndë narkotike nëpër shkolla, por edhe për konfliktet e vogla që lindin, por edhe për bashkëpunimin, marrëdhënie prindër, nxënës, mësues, polici. Sa më afër të jemi, më mirë do të jetë. Të njëjtën gjë pak a shumë ngriti dhe ai djali tjetër për problematikën e shkollave. Të njëjtën përgjigje mund të jepja që edhe në qarkun tonë besoj do implementohet kjo dhe në çdo shkollë të qarkut do të ketë oficer policie. Gjithmonë ka qenë dëshirë, është dëshirë të jemi sa më afër, edhe në fjalën që mbajta numrat e telefonit të punonjësve të policisë. Kryeplejt e fshatrave ne i kemi primar në fshatrat që mbulojnë, sepse në ngjarjet që ndodhin dhe mbi nivelin e detit që janë shumë larg, gjë e parë që bëjmë ne me kryeplejt komunikojmë për të marrë realisht situatën në zonën që ndodh. Thash dhe më parë që ne do të ngrëmë zona policore, do të ketë më shumë punonjës policie në zonë, edhe kjo do të zgjidhet, besoj, shumë herë më mirë. Faleminderit. Shumë faleminderit për përgjigjet, zoti Darkaj. Tani është momenti të japim fjalën drejtorit të përgjithshëm të policisë shtetit, zotit Ardi Veliu. Fjala është për juve. Mirëdita, nderuar qytetarë të Dibrës, nderuar zoti ambasador, nderuar zoti deputet, nderuar zoti ministër. Ndjem shumë i privilegjuar që jam në këtë ambient që me të vërtet nga ka surprizuar, për sa i përket pjesëmarrjes, dhe kjo tregon dhe sa të interesuar është komuniteti gjithë krajinës së Dibrës, kësaj krajine që është quar për kulturë, për traditë dhe për punën e saj të ndershme. Dhe kjo na obligon jo vetëm mua si drejtor të përgjithshëm të policisë, por gjithë stafin e drejtorisë vendore të këtij qarku, që të jetë më i përkushtuar, të jetë më profesionist për të siguruar qëllimin dhe objektivin që ka policia e shtetit, sigurojmë rend dhe qetësi. Dua të ndaj disa përgjigje në lidhje me pyetjet që paraforcët i drejtuan drejtorit vendor. Bashkohem me shqetësimin e qytetarit cili përmendi prezencën ndoshta të shtuar policisë rrugore në akset rrugore. Dua të ndaj edhe me ju që mi bazën e studimit të bërë nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, policia rrugore do të ristrukturohet dhe do të riformatohet për sa i përket organizimit të saj, duke organizuar mbi bazë qarku, me qëllim që ne të mbulojmë gjithë akset kryesore rrugore dhe jo të kemi prezent vetëm në disa akse kryesore, ku ju të shikoni në çdo 2 kilometra 2 pika kontrolli dhe pjesa tjetër 95% e pambuluar, apo pjesë të tjera të rrugëve rurale të cilat kanë qenë problematike dhe fatkeqësisht edhe në qarkun tuaj ne kemi pasur disa aksidente me viktima fatkeqësisht, ku jo më larg vitin e kaluar kemi patur aksidente ku kanë humbur jetën edhe 3 persona. Kjo edhe për sa i përket pjesës së mangësisë së infrastrukturës rrugore apo të pjesës së përgjegjësisë së drejtuesve të automjeteve, por edhe për shkak të mungesës së kontrollit të territorit nga ana jonë, e disa akseve dhe sidomos e pjesëve të rrugëve të kategorisë
dytësore që mbulojnë zonat rurale. Dhe falë organizimit të ri që ne deri në fund të këtij muaji do ta implementojmë edhe në qarkun tuaj, qëllimi është që të mbulojmë të gjithë këto aksa rrugore dhe njëkohësisht të identifikojmë dhe të ndëshkojmë ata drejtues automjetesh të cilët gabojnë në zbatimin e dispozitave të kodit rrugor, por edhe si përdorus rruge. Kështu që besoj në të ardhmen, ky fenomen që me të drejtë nga parafolsi u përmend, unë ju premtoj që do të zgjidhet, jo vetëm këtu, por edhe në akset e tjera rrugore ku çdo përdorus rruge do të lëvizë në Shqipëri. Njëkohësisht, dua të ndalem tek pjesa e problematikës të zgjidhjes së konflikteve që ndoshta janë evidentuar në zonat caktuara rurale, ku edhe një parafors përmendi pak më parë dhe tha që duhet kemi një koordinim apo një harmonizim më të mirë të veprimeve të kryepleksisë së fshatrave me inspektorët e policisë së rendit apo me specialistët e policimit në komunitet. Edhe drejtori e përmendi pak më parë, por edhe në filozofinë e drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit është që ne duhet të implementojmë strategjinë e policimit në komunitet. Dhe qëllimi dhe objektivi i kësaj strategjie është që ne të gjendemi sa më afër qytetarit dhe të gjendemi në momentin dhe në kohën e dur për t'i parandaluar problematikat që në gjenezë dhe mos të lënë të agravojnë dhe të na kalojnë pastaj në konflikte të hapura apo të na sjellin pasoja. Në çdo komunë apo njësi administrative e cila është aktualisht në qarkun tuaj, në bashkëpunim edhe me qeverisjen vendore, ne do të kërkojmë që të ngrëmë zyra ku do të jenë jo vetëm specialistët e policimit në komunitet të asaj krajine, por të mbështetur edhe nga shërbimet të tjera, që qytetari për problematika të caktuara të drejtohet tek këto ambiente dhe jo të lëvizi 2 orë apo 3 orë derisa të mbrijë në komisariatin më të afërt apo në stacionin e policisë më të afërt, por për ta trajtuar problemin dhe për ta zgjidhur direkt në atë zonë ku ai banon, duke kërkuar patjetër edhe ndihmën e aktorëve të tjerë, siç janë qeverisja vendore, apo duke kërkuar edhe ndihmën e aktorëve të tjerë të drejtorive dhe institucioneve që operojnë në qarkun tuaj. Kjo është filozofia që ne do të ndjekim dhe nisur në këtë filozofi apo në këtë vendimarrje që kemi marrë, unë do të kërkoja që çdo qytetar, çdo njeri nga ju i cili ndodhet në prezencë në këtë sallë të bëhet pjesë e implementimit të kësaj iniciative tonë, sepse policia e vetme këtë problematik pavarësisht dëshirës, pavarësisht përgjegjësisë, mendoj që nuk do ta zgjidhim dot nëse nuk do kemi prezencën tuaj dhe nëse ju nuk do të na informoni në kohën e dur. Për faktin sepse një parafolës pak më farë përmendi që ne kemi patur disa vjedhje ose kemi dhe vjedhje. Po, është e vërtet që ka dhe ne nuk duhet i fshehim. Ne duhet i evidentojmë, por ne kërkojmë ndihmën tuaj për të evidentuar këta persona të cilët në momentet e caktuara kryen këto vepra penale. Sepse patjetër që një fshatar, një person i një lagje të caktuar apo dikush tjetër ka djeni në lidhje me këtë problematik dhe nëse ne do qëndrojmë indiferent, atëherë kjo problematik do vi do të shtohet dhe ne nuk do ta godasim në kohën e dur dhe nuk do ta parandalojmë në kohën e dur. Kështu që unë ju bëj thirrje që çdo njeri nga ju të ketë më shumë besim tek policia e shtetit, të na japi më shumë besim, sepse edhe ne në këto momente të caktuara kemi nevojë për besimin tuaj, për mbështetjen tuaj dhe të jeni të sigurt që misionin tonë do ta kryejmë me sukses. Faleminderit. Falenderojmë shumë zoti Veliu për gjithë panoramën e bërë në lidhje me iniciativat dhe nismat e ndërmarra nga Policia e Shtetit sa i përket sigurisë publike. Këtu në panel kemi edhe përfaqësues të opozitës në parlament, kështu që nëse zoti Gjungshi dëshiron të ndajë ndonjë mesazh ose opinion me ne, është i mirëpritur. Përshëndetje militita të gjithëve, i nderuar zoti ministër i rendit, i nderuar shëlqësia juaj, zoti ambasador i Mbretërisë së Bashkuar, zoti drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, mirë se keni ardhur në emër të banorëve të qytetit të Dibrës dhe të gjithë qarkut Dibër. Unë dëgjova me vëmendje dhe sigurisht që ky komunitet i qarkut Dibër ka shumë nevojë
që të ndihet dora e policisë së shtetit. Jo vetëm thjesht nëpërmjet këtyre takimeve, por të ndihet edhe nëpërmjet investimeve konkrete që ato të preken. Ne kemi diskutuar, unë kam folë në parlament, por sot do të flas edhe në këtë kuvent. Dhe sigurisht në lidhje me disa shqetësime dhe probleme që ju konkretisht dhe pjesa tjetër që ju ndodhet këtu, me të vërtetë ju shqetëson. Dua të ngret disa probleme. E para, zotë ministër, kam thënë dhe për përsëris këtu që policia e qarkut të Dibër është e politizuar. E dyta, dua të theksoj që drejtuesit e policisë të qarkut Dibër janë të vetmit zbashkuat Kuksit që nuk kanë lëvizur në shkallë vendi urdhër i cili është firmos nga ana juaj. Është kjo polici. Unë kam shumë dëshirë që ju që jeni këtu, dhe ata që nuk janë, të kemi shumë besim të kjo polici. Dhe më thoni, si ka mundësi, si mund të kemi besim? Kur jemi të gjithë sot përballë një faktor, përballë një fakti ku këtu në Dibër, pra në gjithë kurorin e Dibrës, droga u mbot, u magazinu, u transportu, u shit. Dhe prap sot ka ambiente, ka ndërtesa që janë të mbushura me lëndë narkotike. Sigurisht që për krah iniciativën tuaj, vullnetin tuaj, këmbguljen tuaj për ta luftuar këtë. Kjo është një shkuar, por që ka lënë shumë pasojë. Ne këtu përballemi si komunitet me bulizmin. Dhe para 3 ditësh ambientet e një shkolle, dhe shumë përgjithë është këtu, s'kishte nevojë që të jepte drejtori i përgjithshëm, pra drejtori i policisë vendore, sepse këtu ka edhe aktorë të tjerë, të cilët janë përgjegjës për jetën e për mbarvajtjen e këtij komiteti, ka pas përleshje midis nxënësve, janë mbi 30 nxënës. Edhe janë gjakosur në ambientet e shkollës, në borë. S'ka ndërhyrë as polici private, as polici vendore dhe mësues vetë të terrorizuar. I solla këta shembuj dhe ka shumë të tillë. Nuk jam këtu për të kritikuar dhe për rolin e që të kritikoj të them që të evidentoj vetëm punën e dobët. Këta janë shqetësime thellësisht të qytetarëve të këtij qyteti ku kam lindur dhe ku jam rritur, të banorëve të qarkut Dibër. Kemi të bëjmë me sigurinë individuale, le shumë për të dëshiruar. Pse? Vetëm vitin që kaloi, janë mbi 33 zonja të cilët janë dhënuar dhe kanë marrë urdhër mbrojtje. Këtu vlen dhe puna e kryetarit bashkisë, e pushtetit, e prefekturës, e qarkut, pra gjithë qyteti gjithë në një harmoni në blok për të sigurizuar dhe për të vazhduar këtë luftë kundër këtyre fenomeneve që me të vërtetë cënën rënd këtë siguri. Jo vetëm tuaj për të gjithë, pra qytetit të Shopis, për të gjithë qarkut Dibër. Kemi sigurinë shëndetësore. Se është i fakt që ne sot tu kemi ministrin e rendit, kemi drejtorin përgjithshëm policisë së shtetit, por sigurisht shëndetësore vlen shumë. Spitali i Peshopis, i Pyqis, i Burelit ndjen mungesën e mjekëve specialist, mjekëve të përgjithshëm. Dhe shpesh herë shikojmë nuk ka ditë që mos vjen helikopteri por të marrë një të smur për të transportuar drejtim Tiranës, në pamundësi për të dhënë ndihmë këtu. E kam rritur parlamentin, kam thënë, për sa i përket duke çështja e ministrit të brendshëm, ministri është antar i kabinetit qeverisë, është një nga shtyllat e kësaj qeverie, por dua të theksoj mungon një qendër për hemodializë.
janë rreth 80 pacientë në qarkun e Dibrës, të cilët lëvizin 4 orë për të vajtë në Tiranë, 4 orë për të marrë shërbimin e hemodializës, 4 orë për të kthyer. Në këto kushte janë detyruar kanë marrë dhe shpime qira. Kanë lënë dhe punën, e kam theksuar, kam ngritur edhe në Facebook, në portal. E kam thënë që Shkodra është Shkodër, Lezhë është Lezhë, po për gjithë veriun, pra politika e qeverisë në këtë drejtim, pastaj është dhënë koncesionit për hemodializën, e ka cënuar rënd sigurinë shëndetësore të juaj, të njerëzve ta, të vëllezërit motrave tona, të prindërve ta. Pra vlen për të theksuar. E thash, Lezhë është Lezhë, Dibra është Dibër. Por sa i përket sigurisë ushqimore, këtu janë mbyllur të gjithë thertorët. E kam thënë, duhet të shkojmë në Lezhë, në Tiranë, për të marrë misht dhe për të konsumuar këtu. Ndërkohë që ne jemi vetë, shquhemi për Dibra ka traditat të shkëlqyera, përsa i përket rridhjes së bliktorisë, bashkëtimit e meradhë e gjitha. Në lidhje me shqetësimin që ngriti një qytetar, që tha për firma fantazme që punojnë. Përgjigje që u dha nga ana e drejtorit të policisë, dhe kjo është dhe për ju, zotë ministër, që ishte që policia vendore e qarku Dibër nuk ka kapacitet të nevojshme për t'ju përgjigj një situate në një moment të caktuar. Pra që do të thotë që ju, me gjithë rritin e buxhetit për rreth $70 milion më shumë të Ministrisë Rendit për këtë vit, kërkoj dhe si deputet i qarku Dibër, si opozitës, që të drejtoni më shumë vëmendjen për ta mbështetur të paktën sektorin që u drejtoni. Këtë polici të drejtësisë vendore me fonde, me mjete, me pajisje për të përballuar luftën ndaj krimit, ndaj korrupsionit e meradhë. Kemi drejtuesit e policisë vendore të cilët kanë qenë të lidhur me bandat kriminale dhe në shërbim të tyre. Punonjësit e Gardës Republikës, të policisë shtetit, në fushat zgjedhore, të evidentuar, fotografuar dhe filmuar, që i kam dhe këtu, prezent, ku janë sot, i keni përsëri në radhët tuaja, zotë minister. Dhe kisha pas shumë dëshirë që sot të takim ta kishte organizu pas një analizë thellë të gjitha këtyre problemeve dhe shqetësimeve, të paktën që unë kam ngritur si deputet i qarkut Dibër në ato parlament, ku jemi bashkë në një sallë aty. Andaj edhe njerë unë gjerasin këtu që të falenderoj të gjithë qytetarët për hallë, për shqetësime, për problemet që ngritën. Ne mund të rrim gjatë tu për të diskutuar, por mendova që këta janë disa nga problemet me të vërtet që e shqetësojnë. Zoti Gjumshi, ju falenderojmë shumë për gjithë opinionin dhe sugjerimet tuaja. Këtu prezent kemi edhe kryetarët e bashkive Dibër, Bulqis dhe Klos, më përpara nga pyetjet e pam që kishte u ngritën edhe problematika lidhje me njësitë e qeverisë vendore, kështu që përshëndetje të gjithëve, i nderuar zoti ministër, i nderuar zoti ambasador i Britanisë së Madhe, i nderuar prefekt, të nderuar drejtues policisë, të nderuar kryetar bashkisë, i nderuar zoti deputet. Problemet e sigurisë me të vërtet janë probleme shumë prekshme, por Dibra është një zonë me traditë dhe falë mençurisë dhe tolerancës dibrane, këta probleme në Dibër janë relativisht të ulura. Ne si bashki kemi marrë masat dhe sot kemi krijuar edhe Këshillin e Sigurisë në bashkëpunim me prefekturën, me qarkun, me gjithë njësitë administrative dhe me drejtorinë e policisë. Dibra ka problemet e saja, por mendoj që këto probleme janë minimale dhe janë në rrugën e zgjidhjes. Unë për këtë dhe të përshëndes gjithë qytetarët Dibran për tolerancën e tyre.
Ne si bashki kemi marrë disa nisma dhe kemi bërë edhe disa takime, veçanërisht në disa njësi administrative dhe në qytetin e Beshkopis me bashkëbisedime me qytetarët për problemin e kanabisit. Dhe nga informacionet dhe nga kontaktet që kemi ne, në Dibër këtë vit mund të themi se kanabisi është në nivellet zero. Dhe këto do të falenderoj dhe qytetarët që janë të ngjësuar për këtë problem, që është një barë e rëndë, jo vetëm për Dibrën, por e për gjithë Shqipërinë. Unë desha të falenderoj gjithë pranishmit dhe këto forume shpresoj që edhe në të ardhmen të jenë më të shpeshtë. Faleminderit. Fjalën tuaj, zoti kryetar. Tani, në këtë forum kemi nderin të kemi të pranishëm ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar, mikun e Dibranëve, shkërqësinë e tij zotin Duncan Norman, i cili dëshiron të përshëndes këtë nismë dhe të ndajë me ne përvojën britanike në këtë drejtim. Zoti Duncan, fjala është për juve. Mr. Minister, ladies and gentlemen, good afternoon. Përshëndetje, profesor. It was fantastic to have an invitation today to this event, and I think it's a confirmation of the close way that the UK government works with the Albanian government to help tackle crime. Fakti që morëm një ftesë për të qenë pranishëm në këtë event sot është një konfirmim i radhës i dëshirës dhe bashkëpunimit të qeverisë britanike me qeverinë shqiptare për të zgjidhur çështën e krimit. We are very happy to share our experience dealing with organised crime, and to be honest, we've got rather too much of it, but we also want to learn from you. Ne jemi shumë të lumtur të ndajmë eksperiencën tonë se si ne jemi i përqasur krimit organizuar. Për mendimin tim ne kemi goxha nga ai, por jemi gjithashtu të interesuar të mësojmë prej jush. In the UK we are fortunate to have a large community of Albanians, hard-working and a vibrant part of our society. Në Mbretërinë e Bashkuar ne jemi me fat që kemi një komunitet shumë të gjerë të shqiptarëve, të cilët punojnë fort dhe janë një pjesë vibrante e shoqërisë tonë. But with the good comes some bad, and a small number have become involved in organised crime. Përbashkë me pjesën e mirë, është dhe pjesa e keqe dhe një numër i vogël i këtij komuniteti janë përfshirë në krimin e organizuar. The UK has many organised crime groups, and the Albanian organised crime groups are just a small part of them. Mbretëria e Bashkuar ka shumë grupe kriminale të organizuara, por dhe shqiptarët janë vetëm një pjesë e vogël e kësaj. But I'm mentioning them today because firstly I know a little bit about them, and secondly because we know that a large proportion of those Albanian organised crime groups come from the north. Por po e përmend sot sepse së pari un kam pak informacion për to dhe së dyti sepse e dim që një pjesë e madhe rreth 60-70% e këtyre grupeve të organizuara kriminale vijnë nga veriu, përfshir rajonin shumë të bukur të Dibrës. Including from the beautiful region of Dibra. Përfshir rajonin shumë të bukur të Dibrës. The UK's approach to tackling crime is built around what we call the 4P approach. Qasja e Mbretërisë së Bashkuar për të luftuar krimin është fokusuar në atë që ne quajmë 4P. The 4Ps are prepare, protect, prevent and pursue. 4P janë përgatit, mbro, parandalo dhe ndiq. The first two of those are about making it more difficult for crime to happen. Dy të parat lidhen me të bërit më të vështirë për krimet që të ndodhin. And pursue is about law enforcement. Ndërsa ndjekja i përket zbatimit të ligjit. But it's prevent which I'd like to talk about today. Por është parandalimi ajo për cilën unë doja të flisja sot. Prevent is all about working with the community to help tackle crime. Parandalimi është puna me komunitetin për të përballur me krimin. It's exactly what the minister is proposing. Është pikërisht ajo gjëja që ministria po propozonte. And I've spoken at length to Sussex Police in the south of England. Dhe unë kam folur shumë me përfaqësuesit e policisë së Sussexit në jugun e Anglisë. And I've asked them about how they work with the very large Albanian community that lives in the city of Brighton.
Dhe I kam pyetur ata se si ata punojnë me komunitetin shqiptar që është shumë I madh dhe që jeton në qytetin e Brightonit. And Sussex Police is amongst the experts of those that are trialling this approach of community engagement. Dhe policia e Sussexit është në balë të këtyre veprimeve të kësaj qasje në Mbretërinë e Bashkuar. They tell me that hard-working people don't like living next door to drug traffickers. Ata më thonë që njerëzit e ndershëm dhe që punojnë fort nuk kanë qejf të jetojnë në krah të trafikuesve. And that those that have worked hard for their money don't like being associated with those who have made their money by exploiting others. Dhe ata të cilët punojnë fort për të fituar paratë të tyre nuk kanë qejf që të përmendën dhe të bashkangjiten atyre të cilët e kanë bërë paratë të tyre me shfrytëzimin e të tjerëve. They don't like the bad reputation they bring or the risk to their families of exploitation and the damage that crime does to communities. Ata nuk e kanë qef reputacionin e keq që këto grupe sjellin, rrezikun që I kanosin familjeve të tyre për shfrytëzim dhe dëmin që krimi I shkakton komunitetin. So the police in Brighton work with the community. Policia në Brighton punon me komunitetin. And they've found that by building trust through dialogue, for example by helping to build a community spirit, they can help to be able to tackle the issues of crime. Dhe ata mendojnë që duke rritur besimin përmes dialogut, për shembull duke rritur shpirtin e komunitetit, siç janë eventet shoqërore, muzikë dhe kërcim. And the police and the community have built a relationship which is mutually beneficial. Dhe policia dhe komuniteti kanë ndërtuar një marrëdhënie e cila është frytëzënëse për të dyja palët. The police also work closely with social services to help the most vulnerable. Policia punon gjithashtu me shërbime sociale për të ndihmuar ata që janë më në nevojë. And in the same way as you've heard earlier, they also work in schools to help protect young people and to educate them about the work of police and the damage that crime does. Dhe ashtu siç dëgjua edhe më parë në këtë takim, ata punojnë me shkolla për të edukuar të rinjt mbi punën e policisë si dhe dëmin që sjell krimi tek njerëzit në komunitet. And our experience in the UK is that it works. Dhe përvoja jonë në Mbretërinë e Bashkuar është që funksionon. The Albanian community in Brighton is safer. Komuniteti shqiptar në Brighton është më I sigurt. And when there was a recent murder in Brighton, it was the community that helped the police to catch the murderer. Dhe kur kohët e fundit pati një vrasje në Brighton, ishte komuniteti I cili ndihmoi policinë për të kapur vrasjen. The UK government is very keen to help the Minister of Interior's initiative to build community policing, particularly in the north. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar është shumë e interesuar të ndihmojë Ministrinë e Brendshme, iniciativën e Ministrisë së Brendshme për të ndërtuar policimin në komunitet, sidomos në pjesën veriore. We know that there are no quick fixes. E dim që nuk ka zgjidhje të shpejta. That a lot of what is required is about building communities and building opportunities for young people. Dhe ajo çfarë shpesh kërkohet është ndërtimi I komuniteteve dhe dhënia mundësive për të rinjt. But we are here to help your government and your community. Por jemi këtu për të ndihmuar qeverinë tuaj dhe komunitetin tuaj. And we are here not just for today, but for the long term. Dhe jemi këtu jo vetëm për sot, po për një kohë fatgjat. Faleminderit. Nderit për eksperiencën e ndarë me ne Zoti Norman dhe për gjithë ndihmesën e dhënë në këtë drejtim. Fjala është për drejtorin e përgjithshëm të Policisë Shtetit. Atëre, dhe njërë qëllimi I këtij takimi është që ne si drejtues të Policisë Shtetit të identifikojmë çfarë është bërë mirë dhe çfarë nuk është bërë mirë. Nuk mund të pretendojmë që Drejtoria Vendore Dibër është policia më e mirë në botë. Por unë nuk mund ta mohoj që policia e qarkut Dibër 2 vjetët e fundit nuk ka patur asnjë ngjarje të rëndë. Dhe këtë besoj është merit e komunitetit juaj, por padyshim dhe e policisë së Dibrës. Edhe ngjarja e fundit që ndodhi, u zbuluan në kohë rekord dhe për këtë duhet I them një fjalë të mirë policisë Dibër. Unë nuk e di dhe nuk duhet të shikoj sa vite apo 10 vjeçar mbrapa, por unë duhet ta them me plot gojën që policia e Dibrës ka patur shifrat më të ulta të kanabisit në vitin 2017 dhe kjo është merit e juaja dhe e policisë Dibrës.
Kështu që gjendemi sot këtu për të marrë besimin tuaj dhe për të na mbështetur në punën që kemi nisur. Na besoni. Faleminderit shumë, zoti Veliu. Vetë dinamika e pyetjeve dhe diskutimeve e treguan qartë se kjo nis është e domosdoshme për shumë arsye. Tani kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj ministrin e brendshëm zotin Fatmir Gjafaj, autorin e kësaj nisme, të shprehë opinionin, sugjerimet dhe konkluzionet në lidhje me nismën, me takimin dhe vizionin e ministrit për të krijuar një polici sa më të denjë për qytetarët. Zoti Gjafaj, fjala është për juve. Spari, shumë falenderit gjithve që keni lënë punët tuaja, keni lënë kohën tuaj për qenë sot të pranishëm në këtë forum, i cili dedikohet një çështje shumë të rëndësishme. Jo thjesht dhe vetëm për qeverinë, jo thjesht dhe vetëm për policinë, por në radhë parë për qytetarët e këtij vendi, të cilët dëshirojnë të kenë më shumë rend, qetësi dhe siguri. Unë kam një respekt të krijuar në vite ndaj ju dy branëve dhe ju përkule me shumë respekt, sepse mendoj që në trevat shqiptare përfaqësoni një nga trevat marsin dashse, të qetë, të kulturuar dhe shtetëzatës. Dhe kjo prezencë juaja dëshmon pikërisht këto virtute shumë të vjera të banorëve, të qytetarëve të kësaj treve. Jam shumë i njohës, jo thjesht dhe vetëm për prezencën, por edhe për çfarë thatë në adresë qeverisë, ministrisë dhe veçarisht të policisë, por i vlerësoj akoma më shumë problematikat, sugjerimet e edhe kritikat që adresohet. Sepse, përmes tyre, ne ndihmohemi që të reflektojmë, të punojmë më shumë dhe më mirë. Kam qenë me fat që kam përzgjedhur në ekipin tim një zëvendësministër që është djalë me origjinë nga kjo trevë, cilën e kam përballë tu, është djalë i ri, Besfordi, nga Mallari, e kam emrin. Nuk di, besoj që Besfordi e njeh shumë më mirë Dibrën dhe po jam shumë i sigurt që Dibra e njeh pak atë, sepse ai duhet bëj më shumë në karrierën e tij. Por që është një djalë i shkëlqyer, që mëshiron shumë mirë cilësitë e kësaj zone. Ashtu si kundër ditët e fundit, ka marrë një tjetër Dibran në ekipin tim, këshilltarin diplomatik, ambasador të njohur, zotin Bashkim Rama. Dhe jam i bindur që prania tyre në ekipin tim do t'i japi një dimension tjetër, një mundësi tjetër për t'i parë shumë mirë dhe në shumë objektive dhe më drejt për drejt problematikat që ka kjo zonë. Unë e falenderoj shumë ambasadorin për fjalët e mira, për mbështetjen. Ai është një mik i mirë, si vetë Mbretëria e Bashkuar ndaj vendit tonë, ndaj gjërave të mira që duam të ndërtojmë së bashku, por edhe ndaj shqetësimeve dhe nevojës që kemi për të punuar së bashku për të çuar disa gjëra përpara. Falenderoj dhe kolegun tim, deputet të opozitës, që është i pranishëm këtu. Ne jemi kundërshtar, por ne nuk jemi armiq. Çështjet e sigurisë, çështjet e rendit publik janë çështje që nuk mund dhe nuk duhet i ndajnë partitë politike, nuk duhet i ndajnë njerëzit sipas bindjeve, sipas kulturave apo sipas zonave. Sepse të gjithë dëshirojmë të jetojmë në këtë vend, të jetojmë me qetë dhe më të sigurt. Dhe ky është dhe qëllimi, ky është dhe përgjegjësia jonë, të cilën ne e kemi marrë mbi supe dhe jemi plotësisht të përgjegjshëm dhe të ndërgjegjshëm për të përgjegjësi të madhe.
Padyshim që ka disa prioritete në punë e çdo qeverie. Ka disa prioritete në punë e çdo ministri, edhe të çdo agjencie ligjzbatuese. Dhe çështjet që lidhen me luftën kundër krimit të organizuar, parandalimit të terrorizmit, janë çështje të mprehta që janë pjesë e fushës së përgjegjësisë së Ministrisë së Brendshme. Unë bie shumë dakord edhe me drejtorin e përgjithshëm, edhe me drejtorin vendor, dhe me gjithë ata që mendojnë që nga ky aspekt ka treguar shumë pozitiv qarku i Dibrës. Dhe si kuptova unë drejtorin e përgjithshëm, këto janë tregues që i dedikohen dhe që meritën e kanë tek qytetarët e kësaj treve para së gjithash, natyrisht edhe tek puna që bëjnë agjenci ligjzbatuese siç është policia e shtetit. Por duke thënë këtë, më duhet të pranoj që jo çdo gjë është roz. Unë bie dakord që edhe këtu ka disa që duhen të jenë shumë të fortë se shteti. Bie dakord që edhe këtu ka individ që duhen të imponohen lojës normale demokratike të partive politike, apo që duhen të imponohen apo të rregullojnë punët e shtetit sipas lëvizjes orare të tyre. Dhe qeveria, ku unë bëj pjesë, kryeministri i vendit, kanë qenë më së qartë kur e kanë theksuar këtë gjë. Dhe kanë shprehur njëkohësisht vendosmërinë për të përballur me fenomenet. Ashtu siç bie shumë dakord me atë çfarë u tha këtu lidhur me minierat. Kam qenë para disa kohësh në Bulqis. Dhe jo rastësisht kam ndaluar në Bulqis. Kam ndaluar se kishte disa shqetësime për mënyrën se si menaxhohet pasuritë natyrore aty. Për mënyrën se si administrohet dhe sillevi ndaj mjedisit në atë zonë. Bie shumë dakord që edhe aty ka disa njerëz që janë të fortë dhe kërkojnë që ta kontrollojnë atë lloj biznesi. Dhe ne nuk kemi pse të mos e themi këtë gjë. Dhe mbi të gjitha të përballemi me këtë lloj fenomeni. Ashtu si kundër etja për të pasuruar, nuk duhet të na verboj për ta shkatërruar të mjedis të mrekullueshëm. Për ta shkatërruar të hapësirë që është e të gjithëve, që është pasuri e të gjithëve, që është për sot, për ne që jetojmë, dhe për nesër, për fëmijët dhe brezat që do të vinë. Dhe bie shumë dakord që ne duhet të jemi shumë të vëmendshëm dhe drejtori i përgjithshëm i policisë, drejtori i departamentit të sigurisë janë këtu, janë vetë shumë të shqetësuar, shumë të angazhuar dhe unë jam shumë krenar që i kam ata në krah në këtë sfidë për të trajtuar çështje të kriminalitetit në përgjithësi, por dhe çështje të krimeve të natyrave të veçanta dhe përfshi dhe çështje që kanë të bëjnë me mjedisin, me pyjet dhe një sër dukurisht tjera të kësaj natyre që kanë të bëjnë jo thjesht dhe vetëm me një jetë më të mirë, por dhe me ekonominë e vendit. Por, duke trajtuar çështjen e formës më të ashpër të krimit, luftës kundër krimit të organizuar, ne nuk kemi pse lëm jashtë vëmendjen atë që sot mund të jetë një ekses, sot mund të jetë një konflikt, mund të jetë një kundërvajtje penale siç e themi ne juristët, por nëse nuk trajtohet, nuk parandalohet, mund të shndrohet në një krim shumë të rëndë. Dhe parandalimi i kriminalitetit është i rëndësishëm. Jo thjesht dhe vetëm për të mos u rënduar problematika që ka shoqëria në këtë fushë, por mbi të gjitha për të frenuar të rinjtë dhe të reja që të përfshihen në ëmbëtari kriminale. Të tërhiqen
nga grupet kriminale në këtë lloj aktiviteti shoqërisht rrezikshëm. Është folë shumë për kanabisin. Unë bie dakord që është një keqje e madhe. 25 vjet që duhet na bëj të mos ndihemi mirë, pavarësisht se kujt krau politik i takojmë në këtë vend, është kultivuar kanabis. Dhe këtu nuk është tek bima, tek pasojat që sillen në vetvete. Por mbi të gjitha, dhe kjo është arsyeja kryesore pse ne kemi hyrë në një luftë pa kompromis me këtë gjë. Sepse nga njëra anë ajo është shfryzuar nga disa grupe kriminale për të fuqizuar në vite, dhe nga ana tjetër ka shndruar tek brezi i ri, të rinjt, kulturën se mund të pasurohesh shumë lehtë në jetë. Edhe duke sakrifikuar diçka nga jeta jote, duke kaluar përmes burgut, mjaft që të pasurohesh. Se bie shumë dakord që papunësia është një problem që i shtyn të rinj në këtë. Po jo gjithmonë ndodh kështu. Dhe këtu besoj që përvoja britanike duhet na bëjë të reflektojmë. Sepse edhe atje ku këto mundësi janë, tërheqja mbas një mënyre më të lehtë fitimi është një rrugë tjetër që i shtyn të rinjtë të reja të përfshihen në vërtetari kriminale. Por nëse flasim për parandalim, a ka detyra policia? Absolutisht po. Dhe ne jemi plotësisht të ndërgjegjshëm për të gjë. Por nëse ndëshkimi është aktiviteti dhe funksioni jon kryesor, përgjegjësia jon kryesore, padyshim parandalimi është një përgjegjësi dhe një detyrë për ne, por unë besoj fort që është një detyrë dhe një angazhim jo thjesht dhe vetëm për policinë, por për të gjithë, për çdo qytetar të këtij vendi. Sepse nga kontributi i çdo qytetari, nga kontributi i çdo institucioni, i çdo organizate, i çdo komuniteti, ne mund ta mbajmë të frenuar kriminalitetin, mund ta parandalojmë futjen e të rinjve dhe të rejave në rrugën e krimit dhe ta bëjmë më të shëndetshme shoqërinë tonë. Dhe kjo është arsyeja që ne krahas luftës pa kompromis që jemi duke bërë ndaj krimit organizuar në veçanti, kemi ndërmarrë një projekt tjetër të rëndësishëm, siç është projekti i policinit në komunitet, që ka në fokus një kontroll më të mirë të territorit me qëllim parandalimin e kriminalitetit. Çfarë synojmë ne me këtë gjë? Spari, ne synojmë që të kemi një transparencë më të mirë të punës së policisë tek qytetari. Llogaridhënie të herpasershme të drejtuesve të policisë para qytetarit. Unë jam shumë i bindur që drejtori i policisë do mendoj gjatë për këtë event. Sot dhe në vijim do ta ketë më të vështirë punën e tij se sa dije. Se ka dalë para qytetarëve. Ka folur para tyre. Nesër do vi përsëri këtu drejtori. Dhe ne gjithë bashkë. Dhe nuk do themi më çfarë duam të bëjmë, po dhe se çfarë kemi bërë. Dhe çfarë mund të bëni më mirë, dhe çfarë mund të bëjmë sërish akoma më mirë bashkë. Dhe kjo është një instrument, një mekanizëm që policia, drejtuesit e policisë, ministri i Brendshëm, drejtori i përgjithshëm i policisë, ekipi i tij, në nivel qendror dhe në nivel vendor, të kuptojnë se ne jemi këtu jo thjesht për të qenë një karike, po për të qenë në shërbim të qytetarëve. Ne jemi këtu për të shërbyer njerëz. E kam thënë edhe një herë tjetër. Do ta përsëris sa të mundem. Nuk ka aleat më të mirë për qytetarin se sa policia e shtetit. Vjen për një moment ju të gjithë e keni provuar. Nëse keni një problem.
Unë marrë shpesh mesazhe nga Dibra, e Dibes Fordi, për shqetësime nga më të ndryshme, ja kaloj drejtorit, ai pastaj barz vetë për t'i trajtuar, sepse nuk lë mesazh pa i kthyer një përgjigje. Por është shumë e rëndësishme që të gjithë ne të kuptojmë që jemi në shërbim të qytetarëve. Sepse qytetarë, ju që jeni këtu, jo të gjithë e keni numrin tim të telefonit, dhe s'ka se si. Jo të gjithë e ka numrin e drejtorit përgjithshëm të policisë, dhe s'ka se si. Jo të gjithë e ka numrin po të shëty dhe deputet, dhe se unë jam vetë një deputet. Po është e sigur që të gjithë ka numrin e policisë. Dhe në një moment caktuar, ai numër mund të jetë shpresë jete. Ai shërbim mund të jetë shpresë jete. Dhe nëse ai që është atje mbrapa ti telefoni nuk di vlerën e këtij shërbimi, nuk di pse është në këtë shërbim, ai nuk do të mund t'ia japi këtë shpresë jete atij që mezi e pret. Dhe ne pikërisht këtë gjë, përmes kësaj marrëdhënie këtë gjë duam të bëjmë. Që të gjithë njerëzit në polici, të gjithë njerëzit që punojnë në këtë sistem përfshirë nga ministri deri tek më i fundit nga pikpamja e hierarkisë, të kuptoj se jemi në zbatim të ligjit në shërbim të qytetarit. E ky proces synon pikërisht të krijojë një marrëdhënie të re ndërmjet policisë dhe komunitetit. Ndërmjet policisë dhe qytetarit. Dhe organizimi i ri që ne kemi filluar në polici. Synon pikërisht të gjë. Një shërbim më të mirë. Një shërbim më të mirë që do të thotë që t'jetë shumë afër njerëzve punojnë si policisë. Pra, çdo njeri në lagjen e vet, në komunitetin e vet, të di se kë ka punojësin e tij të policisë. Se cili është polici që i shërben. Nga ana tjetër, polici të njohë se cilëve ju shërben. Çfarë probleme ata ka? Ju mund të më thoni që është kollaj ta njohësh në fshat se kush është polici. Po është kollaj. Është kollaj, por është shumë e rëndësishme që ai të kuptojë që duhet rokasi në çdo derë. Dhe ne këtë duam të bëjmë me këtë gjë. Që të kuptojë që mund të vazhdoj të rri në polici, mund të vazhdoj të shërbej në polici, nëse ata që cilëve ju shërben janë të kënaqur nga ky lloj shërbimi. Dhe jo sepse më pëlqen mua apo drejtorit të radhës që është në krye të kësaj pune. Pra kjo çfarë do thotë kjo? Do thotë që nëse nesër ai do të gradohet, nëse nesër ai do të promovohet, nëse nesër ai do të shpërblet, duhet një ndër kriteret që ta përfitoj të gjë është edhe fakti se si i shërben komunitetit përkatës. Nëse do të kemi këtë mënyrë, transparence, llogaridhënie dhe vlerësimi, ne besojmë fort se do të jetë ashtu siç ta zotëria në krahun tim. Zoti Veli, që figura e policit është dinjiteti i shtetit. Dhe polici është përplasja e parë e imazhit, e forcës, e shërbimit të shtetit të qytetarëve. Bie shumë dakord me këtë gjë. Kjo është dhe arsyeja që ne kemi filluar një proces që ka të bëjë që është vettingu në radhë të policisë së shtetit. Jo një proces se duam që të ikin ca dhe të vinë ca. Sepse e kemi ndërtuar në mënyrë të tillë që edhe ata që nuk janë sot në policia, që për një arsye të ndryshme, mund të rikthehen në polici mjaft kalojnë vettingun. Po pse kemi bërë këtë gjë? Sepse për ne është shumë i rëndësishëm integriteti i atyre njerëzve që janë në polici. Dhe qëllimi ynë është që të mbeten dhe të jenë pjesë e policisë së shtetit, njerëzit e pa korruptuar, të pa inkriminuar dhe të aftë për ta bërë këtë punë. Sepse policia është një nga shtyllat që mban shtetin dhe është figura kryesore
mbështetëse e interesave, e halleve, e problemeve të çdo qytetari. Dhe ju pasaj më bët pyetjen për vetimin në politikë. Dhe unë po ju them, kemi qenë fare të qartë kur nisëm reformën në drejtësi, për cilën ka njerëz pro, ka njerëz kundra, ka njerëz që besojnë më pak dhe presin dhe shpresojnë ta shohin që të besojnë më shumë, ka dhe kundërshtar, pa dyshim. Por që në ditën 1, kur e kam nisë të reformën në drejtësi, dhe që në ditën 1 që erdha në Ministrinë të Brendshme, kam qenë i bindur dhe vazhdoj të jemi bindur se nëse ka një drejtësi dhe një polici e njerëz me integritet të ndershëm, e ka shumë pak të lehtë mundësinë politika dhe çdo lloj pushteti të abuzoj mbi interesat e qytetarëve. Nëse ka njerëz të ndershëm në policinë kriminale, ata nuk hezitojnë që për çdo lloj korrupsioni ekonomik dhe financiar në të gjitha nivelet të veprojnë, të reagojnë dhe të ndeshkojnë. Por nëse edhe ata janë korruptuar, të gjithë janë korruptuar. Po nëse njerëzit që shërbejnë në drejtësi, njerëzit që shërbejnë në polici, janë njerëz të ndershëm me integritet, ata mund i vënë kufirin të thana çdo lloj zyrtari që abuzon me interesat e lishme të qytetarëve. Prandaj kam qenë fare qartë në nisje të këtij procesi, kemi qenë të gjithë të vendosur dhe sot ndihemi shumë mirë. Jo thjesht dhe vetëm kryeministri i vendit, jo thjesht dhe vetëm qeveria, jo thjesht dhe vetëm unë dhe kolegët e mi që jemi marrë me këto reforma të rëndësishme, po duhet të ndihen mirë të gjithë qytetarët e këtij vendi që pikërisht reforma të tilla kanë marrë dhe marrin mbështetje edhe nga partnerët ndërkombëtar dhe janë garanci në procesin e integrimit të mëtejshëm të vendit, dhe unë besoj fort dhe shpresoj fort që këto reforma do t'i japin rezultate të shpejta, rezultate të dukshme, të prekshme për qytetarët e vendit tonë. Dhe prandaj ne kemi nisë dhe jemi të vendosur ta çojmë deri në fund si reformën në drejtësi, ashtu edhe reformën e vettingut në polici. Dua të them edhe një çështje tjetër. Punësit e policisë janë njerëz që sakrifikojnë. Janë njerëz që sakrifikojnë sepse nuk kanë një rrogë kushtetit se çfarë, që të jemi të sinqertë. Të mos harrojmë që një pjesë e mirë e tyre punojnë me orë dhe pa, dhe me orë të pafund me shpeshë, dhe për cilat jo gjithmonë shpërblen. Por nga ana tjetër, ata janë si dhe ne, qytetarët të këtij vendi me të mira dhe me të këqija që kemi. Por gjithashtu ata nuk janë gjithçka dhe nuk mund të jenë gjithçka. Dhe të vetëm sa do vullnet kenë, sa do dëshirë të kenë, sa do të vendosur të jenë, nuk mund ti përballojnë të gjitha këto fenomene. Kjo është arsyeja pse ne jemi të gjithë bashkë sot këtu. Është edhe një tjetër arsye ky fakt. Që ne mund të sigurojmë më shumë qetësi, rend, siguri, jo thjesht dhe vetëm duke u mbështetur tek policia, por duke kontribuar të gjithë. Çështjet e rendit, sigurisë janë përgjegjësi e policisë, por janë detyrim dhe angazhim i të gjitha aktorëve dhe faktorëve vendor, lokal. Ne të shqiptarët kemi një problem me këtë çështje, që nuk e kanë britanikët, nuk e kanë gjermanët, nuk e kanë zviceranët, nuk e kanë shtetet me demokraci të konsoliduar,
dhe shtetë të së drejtës të konsoliduar. Ne kemi pak problem kur duhet i themi policisë që ka ndodhur ky krim dhe dyshoj për X-in apo Y. Se tek ne të quaj spion. Dhe ne këtë shikojmë ngushtë. Natyrisht është edhe një çështje e ngarkesës në mentalitetin tonë. Kurse kjo është një gjë normale në shoqëritë e tjera. Sepse është detyrim ndaj qetësisë tënde, ndaj sigurisë tënde. Është detyrim ndaj komunitetit ku banon. Është detyrim ndaj shoqërisë. Po nëse ne do ta shohim kështu, unë jam shumë i bindur që do të ketë më shumë parandalim dhe më pak krim. Nëse të gjithë do të ta konsiderojmë veten nga pak policë në punën tonë, në jetën tonë, në shërbim të qetësisë, të rendit dhe sigurisë tonë, gjithë shoqëria do të jetë shumë e mirë. Dhe ne jemi pikërisht këtu atë për të përcjellë gjithashtu këtë mesazh që e theksoi dhe drejtori i përgjithshëm i policisë. Ne jemi të angazhuar, jemi duke punuar fort për të përballur me këto fenomene, për të mbajtur përgjegjësitë tona që na jep kushtetuta, ligji dhe që na keni besuar ju, por jemi këtu edhe për t'ju lutur juve që të bashkëpunojmë, që të ndërveprojmë së bashku, që ju të na thoni se cilat janë gjërat që duhet i bëjmë më mirë, se cilat janë problemet që ne duhet të merrem më mirë, por njëkohësisht të na ndihmoni që t'i bëjmë së bashku edhe më mirë, sepse kështu do të jemi më të qetë, do të jemi më të sigurt se i cili në shtëpinë e tij, se cili në familjen e tij, se cili në lagjen e tij, në fshatin e tij, në të gjithë qarkun dhe në të gjithë vendin. Dhe kështu do të kemi mundësi që të ndërtojmë sot edhe për të nesmen një shoqëri shumë më të shëndetshme. Ky është një takim i parë që hap një dialog ndërmjet organeve ligjbatuese, ndërmjet policisë së shtetit dhe qytetarëve të vendit, me vetëm një qëllim, se si bashkë ta bëjmë jetën e këtë vend më të mirë, më të drejtë dhe më të sigurt. Shumë faleminderit që ishi sot këtu, shumë faleminderit për atë çfarëtar, shumë faleminderit për mikpritjen tuaj dhe ju siguroj që së bashku mund dhe do të bëjmë gjëra shumë të mira. Faleminderit të gjithëve. Atëherë, duke përfituar nga prezenca e gjithë juaj këtu, dua që zotit Etem Jashar Fida të jap certifikatën për shërbimet e dalluara për merita të veçanta, profesionalizëm dhe përkushtim treguar në përmbushjen cilësore të detyrave dhe kontributin e dhënë gjatë viteve të punës në shërbim të policisë së shtetit. Përshëndetje të gjithëve, më lejoni që të bëj një falënderim të veçantë për respektin dhe nderin që ka bërë sot ministri, me gjithë drejtorin e përgjithshëm, për të vlerësuar kontributet e mia si punonjës policie. Ish punonjës policie, sepse të shi përgatitëm për qenë qytetar i lirë. Vlerësimi i kontributeve të mia nuk është vetëm kontributi që kam dhënë unë për 20 vjet në Policinë e Shtetit nga viti 99 kur kam filluar me zotin Nasrit, si antar i shpëtimit atje, por i takon të gjithëve e prorëve
kolegëve dhe vazhve që kam punuar unë në realizimin e detyrave që ka policia e shtetit. Pra, suksesi i takon më shumë atyre dhe pastaj jam unë. Mesazhi im për këtë takim, këtë forum, sepse është një ditë e veçantë, që me këtë pjesëmarrje dhe me këta njerëz që kanë punuar posërisht gjithë bashkërisht në gjitha fushat, mesazhi im është, zoti ministër, që Dibra dhe Dibranët e duan policinë dhe mbështesin policinë. Dibra dhe Dibranët e duan rendin dhe sigurinë. Dibra dhe Dibranët e duan zbatimin e ligjit. Dhe jem kundra atyre që e them ligjin dhe nuk mbështesin dhe nuk e përkrahin atë. Kështu që duke falenderuar edhe një herë përzemërsisht për vlerësimet dhe kontributet mia, unë do të urosha drejtorin e përgjithshëm të policisë shtetit, me qenë se është atë takimi i parë, suksesin e detyrën që ka, një detyrë e vështirë, por edhe e shenjtë. Në mënyrë të drejtoj përgjithshëm gjithë strukturat e policisë shtetit, kanë bashkësi dhe suksese në realizimin e këtyre objektiveve që ka sot qeveria shqiptare. Pra ato prioritete jin ato që strukturët e policisë dhe i qojnë deri në fund. Edhe kërkesa dhe lutja ime, duke më dhënë leje miftiu, Zoti të mbroj jetën, Zoti vazhdit hallet e problemeve, Zoti t'ju japë mbështetje në familje kudo. Faleminderit, respekt të gjithëve.